Rrëfimet nga nënat për bijtë të tyre. Shumë në këtë moment nuk harë kur. Edhe nuk do isha me besu, po Ilka ka dorë lirën shumë. Ka pas dëshirë që dhe jam i gëzu këtë lirën. Po, se pa të fatin. Për prindin e shumë vështirë, që do prind e kishë dhonë veten. Për ajo me jetu, po. Pra më në isha Ilkën me qitë nuse, me martu, me vazhdu, me 16 që armi Foros ka qenë shumë ditë vështirë. Shumë mungan, qëto ditë mungan. Qëto ditë mungan. E kom pas një kratë fort, e kom pas një shoqë të mirë, e kom pas një gjithë shka kom pas. Dhe Ilka si kishte një parandjenjë, kisha shumë të ofër, këtë kohën mrike në trup. Gjithmonë kisha një krahasën tjetrin. Ishim të lidhuna, bisedoj ishim lirshëm, si dy shoqe, jo si nënë. Bia jem rrefeke qëto gjatë, une mundosha, sa kisha mundësi e disha. I kishte përjetu burgosin e gjyshit vetë, me gjyshin u rritë. Gjyshi ka qenë ngolli u tokë, 60 i dënum edhe sigurisht i ka rrëfy nej rrëfim, nej vujtje që ka pasaj atje e përkupoj shumë. Mandej patë edhe baba Ilkës fatin o burgos. Gjitho ditë mblidh me ta, disi si mblike gjitho ditë amonetë, po unë ato si kisha pas kuptu. Tash me kopi kuptoj. Edhe ditë e fundit ndëgjej ke për vrasje, për masakra, për dhënime. Ju frikok edhe dhe kënanë mësu, nuk duhet të brengosemi, lirja pa gjak nuk fitohet. Dikush edhe nëse nga shkon dikush për familjes, nga duhet më bëtë fort. Ata që mbesin, ata në ta shihojnë lirinë, se kështu nuk jetohet. Ka ndodhë dhe tjerë njëherë më ndëshim që plagosën e kom pasë shumë të vështirë që ato 6 javë, disa kom kuptu. Njëherë më ndështa që është të thyshin e plagosën, këtë kone më ndështa në qëfar gjendje është, të kush është, a ka dhimt, a ka kur e morëm lajmen. Se njerë të thyshin e plagosën, a janë qabrat kemi najtë, kemi shku njëherë, diko të mënu që jemi matë sigurt, e pamë që s'kishtë siguri, u këthim që të në qabrat. Pro Ilka nga dha lajmin një punëtori qabratit, cili kishte bartë kufomat në datën, mes datës 7, që kishte një mbledh. Edhe a erdhë me një djallë, së më kujtohet e emër, nuk e dim. Dhe në lemër edhe për post ta më vendi ku nga thyshin që ka qenë plagosën, edhe të regojës që ka qenë për shkruve, që ka pas veshën e kretë. Ajo moment ka qenë shumë i vështirë. Shumë i vështirë, ajo moment nuk harë kur. Edhe nuk do isha me besu, po prapë se prapë u bindes. Shishim që jo të shënë në përfshatra, jo atje, jo më burg për Zhërevci të ke ardhë dikush, jo ardhëm është në burg
po zhërejt që dikush ka thonë edhe këqy një bini masë, dhe që ato ditë kanë qenë shumë të shtira. E pra më isha feme në burg. E nësë për bojmë kur gjohë nuk kishë mundësish, të zdishim shka me bo. Kemi përjetu shumë gjana, shumë gjana të shtira. Ilka ka dorë lirin shumë, ka pas dëshirë që dhe e mi kësu këtë lirin. Po, se pa të fatin, po prapë se prapë, ditë e vështirë. Për prindin e shumë vështirë, që të prind e kishë dhonë vetën. Për ajo me jetu, po. Këta që kanë qenë me top, hezitojshë me nga të regu. Që ashtu në ka shku disi një kohë gjatë se të thonë e plagosën. Por, insistojshë me kam gullje se edhe ato ka qenë Mimoza Shala, një djali Agjës Ylkës, Arsim Domi, Nore Vulles, edhe Ylka u largu me shpëtu, me shku mu bashku me afrimin edhe me Visaren, po ata si ka gjetë edhe ka ditë u shkut me këta u bashkan gjitë. Ata mandim kanë të regu që Ylka ka qenë e fort, që ka nejtë me dertjuin, por një moment është nalë, se ka pas luftime të mda, u përdor qëto armë, u përdor këto. Edhe në një moment u qëtësu, disa minuta, edhe kanë thonë për mdo këtë që u kryet dhe jenë shku. Ylka u që e para për që ati grupit, se kanë qenë si mbreg në altë fort, u që me këqyrë, apo shifët dikusha e jenë, edhe 20 metra largë ka pa da. Ata këshin qenë paramilitar. Po, uniformat si tonëve, ju ka thonë aty në qëtë se kokën tonë, pishot disa persone, 4-5, kur jënë zgatë edhe ata me këqyri, kanë pa me shishira mas. E ata e kanë bo me dorë, kanë pa që a fe me nalë, e kanë bo me dorë. Kë kanë mënu që tonë t'jenë. Ka thënë kokën tonë, s'ka dikush tjetër. Kur jënë zgatë ata me këqyri, kanë pa me shishira, kanë thënë jo ikësit me shishira kokën, si janë tonë këta. Ata janë këthy krejt, Ylka që shka qenë në komë, edhe ato ka ka plumi në qafë, edhe ata tjerët kanë qenë krejt plagosën. Kush ka qenë me ta. Edhe në fund, dikur krejt vone kemi marrë, tamam rastin. Pra më në isha Ylkën me qitë nuse, me martu me vazhdu me 16 që armi Foros ka qenë shumë ditë vështirë. Shumë mungën, qëto ditë mungën. Qëto ditë mungën. E kom pas një kratë fort, e kom pas një shoqë të mirë, e kom pas një gjithë shka kom pas. Fotografi, gjithë të dhomë kom fotografi. Kuti, ndo këtë qesha. E një bisedoj me ta. Shprehet mungesën time se mungon shumë. I ka librat për Ylkën kanë shkru shumë. I ka 4 libra, një me poezit vetat, se kur kallë shpia, i në kallë edhe fotografit e punimet e saj, shkrimet e vjeshrat e artimet e veç, aty këtu neshe në kam bitë. Shkrimtari, në kemë bitë që pa duhe një libra. E lexoj vjeshrat e saj, në koma s'koj e lexoj vjeshrat. Dhe ato të regimet që i ka përmbledhe, që i ka zetë. Ma shumë i kom fregu burit e djallit për vrasjes, se më nësha që ke luft
luftojnë mashkujt mes veti dhe ata kanë me qenë viktim, po ata patën punë edhe me gra, me fëmije, me pleqe, ke luftë pa drejt. Kur shoh unë të qmalë në ndëqyshë. Po të fori shkoj, jam shumë e gëzushme që janë gjetë trupat, janë riparos këtu dhe kur nitin vëshmë shkoj, e kam shumë a letë, më dhimin këto nana që nuk i kanë, se është një farë letësimi. 28 shënilë, këne kam edhe 28 shëmpik dopë, se 28 që në fundit t'i ke ku mama vjellëria ne jam i marë flamurin e mi ngritin ma e qabratë, më thonë, Kosova është i lirë, i ngrit lirëshin flamurin tonë. Dhe a ditën e çlirimit kur kom pa prej s'larkëti që unë ngrit flamuri, kom më në që hilë ka është, e se ka basë fort me ngrit në qabra flamurin. Më banë e vetëmja që këtë që kur dikush tjetër e kujton Ilkën, se nga njëherë më duke që u harru dhe u shkoj për kur gjo. Kur tjerë të kujtojnë, unë që atyre ndije një farë, ndije ma mirë. Edhe normal familja se kur kom dëgju për lajmin për Ilkën, më duke që këtë jeta u shu nuk kom, është kam e jetu dhe se kom e nu, që kom e jetu që gjatë. Në shka që në ditën pytje, po shisha që burri e djemë të kishi nevoj për mu, edhe u duke u deshtë më bo fort që jo najtë këtë në afer, edhe me jetu për këta. Krenar jemi, edhe ju kësë plotësu dëshira, sa ja kishte qërë, kishte dëshirë. Po, për një është të vështirë. Qabrati ka rrit trupin, qabrati ka rrit fëminin që të dhe qakon. Për mu, lërja dhe dhimbja janë barabartë. Rrëfimen nga nënat për bijtë të tyre.